Qasja ndaj punës është që gjenerata Millennium e kërkon qëllimin në punë, kurse gjenerata Z kërkon fleksibilitet edhe kërkon pavarësi. Ka diferencë shumë të madhe nga ajo që kërkon një ti kur do një të fillojë punën, ti kërkon një qëllim në vetë, dhe ishte tjetër pasaj se që kërkon një nga kushet e punës. Sot, kur kërkojmë për punë, të rinjt, kanë mundësi të zgjedhin, të bëjnë punë nga shtëpia apo punojnë fizikisht. Të kenë një punë afër shtëpisë apo të kenë një punë larg shtëpisë. Të kenë një punë fizike apo të kenë një punë që të ketë më shumë qasje mendore. Të ketë një punë në të cilën të përfshihen pajisjet digjitale apo të ketë një punë që nuk të... Po shumë mirë që ja kemi arritur kësaj dite. Çështja është që... Po shumë mirë që ja kemi arritur kësaj dite, po puna është që duhet të kemi një qasje më të mirë ndaj gjërave të mira të traditës dhe gjërave të mira që na sjell teknologjia. Kjo është ajo mismatching, kjo është ajo gjëja që ne nuk po arrim unë mendoj që me kalimin e kohës këto gjëra do rregullohen, sepse për shkak të këtyre shkaqeve ka disa pasoja, që pastaj këto pasoja ne duhet t'i analizojmë për të zgjidhur problemet. Një shkak tjetër për shembull do të ishte presioni për sukses shpejt. Në të gjithë mediat po pompohet me shumë të madhe që shiko, mbarove, ke energji, sa do dalish në punë, ti je VIP-i së ardhmes, ose që tani ti je VIP se dole, ku diun, ati e bëre atë gjën. Po kjo qasje për të patur një sukses shpejt e vë në presion të riun që kur futet në një organizat, qoftë për herë të parë, qoftë edhe kur ka ndruar organizatën, po e ka ndruar mbas 2-3 vjetësh përvojës parë, kur shkon te organizata tjetër, kërkon që të bëj një gjë për të cilën ndoshta ka dhe presion, ndoshta ka dhe reakcion. Që shiko, kjo gjë që do me bëti këtu nuk funksionon. E kemi provu dhe në një 5 herë tjera, po s'ka funksionon. Dhe këtu fillon përplasja pastaj midis varësit e prorit, midis kolegëve që janë në linjë horizontale në skemën organizative të kompanisë. Dhe kemi dhe një çështje tjetër që është themelore. E treta? Që është mungesa e përgatitjes praktike. Gjenerata Z ka një problem që mund të ketë shumë njohuri teorike, kërkon që të mbaj shumë punguin sqetull, kërkon që të bëj disa punë njëkohësisht, por nga ana praktike nuk i realizon dot, sepse nuk ka kompetenca. Ka aftësi dhe njohuri, po s'ka kompetenca. Kompetencat vinë me punë, vinë me përvojë. Duhen vite që të krijosh disa kompetenca, që pastaj të tjerët të shohin ty si vërtet si koleg, të tjerët të shohin ty si drejtues, të tjerët të shohin ty si një njeri i cili mund ta marrë për zverku kompaninë dhe ta çojë përpara. Dy gjëra. E para jam shumë dakord me shkëputjen e madhe që ka shkolla sot nga realiteti. Pra ka pasur gjithmonë. Jo, tani gjërat ecin me temë tjetër dhe thellimi është bërë më i madh akoma. Kështu që tani për shembull në gjithë botën flitet për aftësitë që kanë lidhje me AI. Pra si ta përdorësh AI. Ne këtu ende vazhdojmë të themi studentëve pse përdorni AI, mos përdorni AI e të tjera. Pra ka një ai mismeci që sa që është i thelluar për mendimin tim. Dhe e dyta që ka lidhje me pjesën e aftësive. Ata kanë aftësi tjera. Pra, nuk kanë aftësi që kemi ne, gjenerata ime dhe jotja, por kanë aftësi tjera. Kështu që ata kërkojnë që të vënë funksion, të vënë në punë ato aftësi që kanë. Të cilat janë? Fatkeqësisht që lidhen me teknologjinë që u përmendën në fillim, që lidhen me të qenit më praktik në disa gjëra, pra pa i hyrë shumë, ku e di unë, burokracive të tjera. Këto gjëra duhen shfrytzuar në secilin vend punës ku ata janë, në mënyrë që të merret më e mira. Për momentin është mismeçi, dalin nga shkolla dhe nuk e gjejnë veten, dhe e dyta, aftësitë që ata kanë, ne nuk ja u njohim. Organizatat tona, kompanitë tona, institucionet tona janë ende me të moçmen, po e them, pak me gjuhë popullore. Po të ndryshoj kjo gjë, jam i bindur që ata do arrin të japin më të mirën dhe do jenë më të integruar. E qartë, po nëse Helga thot për shkak atë që vëre që është çështje orari për të ardhur, nuk durojnë dot kur i kërkon llogari, ose njohin, si më thënë, të drejtat që kanë, por nuk respektojnë detyrimet nga ana tjetër. Duan në orarin e punës 1-2, thot Krisi duhanin, telefonin, gjithkohës, pra janë ca aspekte të korrektesës në punë. U përmend pak përpara se ne përgjithsisht punojmë me dhëna globale, por ndërkohë edhe në Shqipëri ka disa organizata dhe kompani që kanë bërë ca sondazhe. Shumë mirë, flasim me shifra për Shqipërinë. Po flasim me shifra pa përmendur kompanitë apo institucionet. Rreth 60% atyre që janë Gen Z dhe që janë sot në tregun e punës, nuk e gjejnë veten për shkak të mungesës shpërblimit financiar dhe për shkak të
mungesës fleksibilitetit. Pra ata kërkojnë që të jenë sa më shumë fleksibël të jetë mundur. Me fleksibilitet në çfarë? Një ditë remote nga shtëpia, më shumë lehtësi për televizor, edhe kolegët e mi çka mund të puna aktuale. Janë 25 vjeçar, janë më të rinj se aq, duan të ustojnë një herë në disa javë. Pra tani si ta gjejmë, tani puna duhet vërë, Enrico është profesor, ti jep mësim, duhet shkoni për ditë jep mësim, unë jam në ekran, duhet jem për ditë, tani si t'ja bëjmë? Le ti qëndrojmë kësaj gjë, si ata e bëjmë punën dhe bëjnë shumë mirë, edhe unë e kam parë këtë gjë të aplikuar. Ajo që unë po them, është fleksibiliteti 1, shpërblim financiar 2, ata i detyrojnë që ose të kërkojnë për një gjë tjetër më të mirë, brenda ose jashtë vendit, ose janë ajo që themi quiet quitting, pra janë aty bëjnë bare minimumin e mundshëm dhe vetëm hanë në funksion të institucionet apo punës, siç u tha pak më parë këtu. Ose mendoj që hanë në shtëpi. Po, Enrico, okay. Në shtëpi dhe 6 lekë. Unë do të merrja edhe një qasje ndaj stilit jetesës. Nëse do të krahasojmë vitet 60-70, shekullit kaluar, pretendoj që në momenti që ti mbaroje shkollën e mesme, duhet kishe gjetur bashkëshortin e jetës edhe pastaj mbas 1-2 vjetësh duhet kishe fëmijë, kështu që duhet kishe punë qëndrueshme. Po mbas i kaluan 20 vjet, koncepti vajti që duhet bësh shkollën e lartë, pastaj të martohesh dhe pastaj të kërkosh një punë të mirë. Ndërsa tani flasim çik më ndryshe. Tani flasim që në shkollë të kemë një punë, mundësisht punë digjitale, kështu cryptocurrency, valuta, forex, kështu gjërash, të bëj ca lekë. Pastaj me kismet mund martohem edhe 40 vjeç. Pra, domethënë edhe cikli i jetës ka ndryshuar në këtë aspekt. Pra, dikur ishte një 20-25 vjeçar që kishte një fëmijë ose ndoshta edhe 2, dhe tani kemi 35-40 vjeçar që mund të jenë single ose bashkëjetojnë, po që s'kan fëmijë. E gjeti dhe publiku. Edhe këtu pastaj fillon kjo çështja, cilat janë prirjet që kemi ne ndaj punës. Nëse do të shikojmë çfarë kërkon një jurist. Se nuk kërkojnë, se normalisht nëse kërkojnë pavarësi, nuk duan që të jenë të lidhur nga ky aspekt. Se ti nëse 25-30 vjeç do kesh ndërtuar familjen, i ke disi më të lidhura këmbët, që thoshim ne, sepse ti ke detyrime, ke të tjera përgjegjësi mbi supe, kështu që ndërton të tjera raporte me vendin ku punon, me punën, me kompromiset që duhet bësh në funksion të dëshirave apo pasioneve të tua. Mua më vjen mirë që u përmendën këtu dhe dëshirat që kanë ata që sapo hyn në punë, që jo po të bëjnë vizita turistike ku të jenë të lëvizin, po nga ana tjetër ju përmendët edhe një fjalë shumë interesante që sa mund të përputhen këta me ambientin ku shkojnë. Duke parë këto qasje, marrin për shembull një element shumë të thjeshtë. Shtëpinë. Dikur koncepti kryesor ishte që ti duhet të kesh një shtëpi tënde. Në pronësi, sot ka rënë ky koncept. Ne kemi tani një pjesë mirë e çifteve të reja, ose edhe të individëve, që jetojnë në shtëpi me qiranë dhe nuk e kanë problem, bile thonë që çfarë problemi ka, unë mund të jetoj edhe gjithë jetën me qiranë. Nuk e di, dua mendimin e Helgës edhe Krisit, është çështje ndryshimi mendimi, koncepti Enrico, apo është çështje pamundësie? Apo është çështje pamundësie për të blerë një shtëpi? Dhe normalisht kur ti nuk e blen do thua edhe çfarë problemi ka, se do i gjesh arsye vete, se do e shumë e drejtë, nga disa studime të bëra kohët e fundit, edhe duke përfshirë dhe Ballkanin, del që pavarësisht nga të ardhurat, një pjesë të rinjve preferojnë më mirë të jetojnë me qira, sepse thonë, pjesën tjetër të pagës, unë do bëj çfarë kem qef. Pra nuk ekziston koncepti kursimit. Po, edhe kjo është e vërtet, patjetër. Gati 20-25% të rinjve të pyetur në Ballkan janë referuar këtij profili jetese. Është shumë interesante dhe si të thosh, është një lloj gjenerate që ka çik problematik me menaxhimin e riskut. Edhe nuk i hyn ati halli fare, praktikisht. Sepse ti që të marrësh një shtëpi dhe aq më tepër në Shqipëri, po flasim për një aspekt që është shumë i vështirë tani më në vendin tonë, ti duhet kesh një kolateral, ti duhet kesh një pagë shumë të mirë, ti duhet kesh një garant për ta marrë, pra të duhen kaq shumë gjëra dhe të fusin në kaq shumë përgjegjësi sa që një 25 vjeçar sigurisht që trembet për të hyrë detit në këmbë me një kredi të tillë që do të lidh deri kur dalësh në pension, rasti konkret për shembull. Kështu që
dhe do të duan edhe 15-20 vite punë që të shlyesh investimin. Me një vend punet pasigurt, me pasigurin që kanë të vetja, se kur ja njohin këto aspekte vetes, pra që mund ta lë punën, s'm pëlqen të kërkoj llogari dikush, i them mirupafshim që sot kërca siki, ku diun forma të tilla, ti nuk do të kesh ditë tilla detyrime, se këto detyrime ty të lidhin praktikisht. Absolutisht, dhe si ndërthuret kjo pasaj me konfliktet në punë. Faktikisht, kjo problematik që lidhet me jetën sociale, me banimin, qëndron subkoshiencë. Dhe në momenti që ti shkon në vendin e punës dhe përballesh me kolegët, konfliktin tënd që ke brenda vetes, e shfaq te kolegët me konfliktin për gjëra të tjera në punë. Dhe kjo gjenerata e re ka shumë të shfaqur. Një nga elementet kryesore është që konfliktet brenda vetes transferohen në konflikte me të tjerët. Në një kohë që ti problemin e ke me veten, nuk e ke me të tjerët. Dhe besoj kjo shpjegon shumë për situatën konfliktuale, mlefin social që shprehet. Jo korrektësinë e çdo gjë tjetër që kanë kërkesa, është shumë e vërtetë. Të gjitha këto. Unë mendoj se problemi më i madh fillon tek vetja. Në momentin që ti nuk je i lumtur dhe i qet me veten, do kesh gjithmonë konflikte, sepse do i shikosh problemin tek tjetri dhe jo te vetja.